Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 5, data 5 korrik 2026. Kemi të bëjmë me një ditë shumë të rëndësishme, një ditë ku gjërat do jenë krejt ndryshe në situata të ndryshme, sepse lidhet me disa çështje shumë pozitive planetare që na ndihmojnë jashtëmase. Sot Marsi në binjak që formon një gjashtkëndësh me Neptunin në dash dhe një trekëndësh me Plutonin në retrograd në ujor, pas intencioni që kam pasur ditën e djeshme, një ndikim shumë të madh, e keni parë vetë dhe lëvizjet që bëhen, por gjithashtu ndikime që kanë bënë në lidhje me mundësinë dhe kohën, sepse kjo ditë jep mundësi më të mirë për të përdorur energjinë dhe strategjinë, intuitën dhe fuqinë e brendshme. Marsi me Neptunin mund të sjellë frymëzim, veprime, ndikime kreative, lëvizjet e motivit të plotësimit të dëshirës tonë në punë, në karrierë dhe jo vetëm. Marsi me Plutonin që jep një forcë, vendosmërie, aftësie për të vepruar në prapaskena dhe për të bërë hapa të fuqishëm dhe pa zhurmë. Ndikojnë pozitivisht shenjat siç janë binjakët, peshorja, ujorit e dhjetit parë, si dhe dashi, luani, shëgjetarit e dhjetit parë. Mund të ndjenë gjithashtu dhe peshqit dhe akrepet në mënyrë të brendshme, sidomos nëse kanë planete personale në këto shenja. Dita është e mirë për veprime të nxjuara, projekte krijuese, komunikime, negociata që kërkojnë intuit dhe jo vetëm. Ajo çka do të kemi mundësinë dhe kohën e duhur, është mirë që të kemi mundësinë një çështje pune o një kontratë rëndësishme që mund t'i arrisim qëllimin. Dhe gjithashtu ka të bëjë me lidhjet problematike që kemi pasur, mund t'i zgjidhim pikërisht në këtë ditë, sepse është një ditë që duhet të rregullohen disa gjëra dhe disa çështje të lëna pezulл dikur. Dhe është momenti, periudha, koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet që juve kërkoni dhe dëshironi. Por megjithatë, është një moment që vërtet jep mundësi dhe kohën e duhur, por vallë sa juve jeni gati të përgjigjeni kërkesave që ju keni. Por besoj se po është mundësia më mirë e mundshme në këtë drejtim. Para se të fillojmë